200 litra shtesë ujë në sekond do të sigurohet me sistemin e ri të ujësielësit në Tetov që duhet përfundonte deri në fund të vitit. Ministri i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor Nurani Zairi sot vizitoi lokalitetin ku do të kryen aktivitete ndërtimore nga faza e dytë për ndërtimin e sistemit të ri të ujësielësit në Tetov. Deri tani janë realizuar 80% nga punët e kryera të projektit. Dal nga dal po i afrohemi pjesës përfundimtare të këtij projekti. Praktikisht na ka ngel edhe 1.2 kilometra, do të thonë edhe 1200 metra, sipas kryerësit punëve. Siç po e shihni, puna po ecën me një intensitet lartë. Gjithashtu po zhvillohet një punë shumë kualitative, siç po e shihni edhe ju, me dokumentimet e juaja, dhe me shpresë që ky projekt deri në gjysmën e dytë të muajit të ardhshëm do përfundoj. Jam jashtëzakonisht e kënaqur me dinamikën e punëve të zhvilluara, me vetë faktin që tani më mund të themi që jemi afër përfundimit të asaj historie të gjatë që quhet ujësiellës i Tetovës, dhe normalisht aktiviteti ynë i mëtutjeshëm vazhdon në realizimin e stacionit të filtrimit, ku tani më komuna i ka përgatitur të gjitha dokumentacionit për të hequr edhe mjetet nga Banka Europiane për Zhvillim, e cila në fakt do duhet që të jetë një vazhdimsi e këtij projekti. Dëshiroj që të them se absolutisht çështja e ujësiellësit është një prioritet i rëndësishëm dhe ka qenë prioriteti kryesor në aktivitetin ton, prandaj edhe mendoj që do vazhdojmë edhe më tutje të bëjmë projekte serioze me qëllim që të tërheqim sa më tepër buxhet nga buxheti shtetëror, me qëllim që sa më tepër qytetarët e Tetovës të shfrytëzojnë të mirat e këtij buxheti. Sistemi përfshin 8.5 kilometra përçues nga vendi i mbledhjes Leshnic deri te vendi i mbledhjes Lumi Ftohtë. Vlera e përgjithshme e marrëveshjes është 115 milion denar të siguruara nga qeveria e Maqedonisë, prej të cilave deri më tani Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor ka paguar 69 milion, që është rreth 60% nga vlera e përgjithshme e projektit. Afati për realizimin e projektit është 14 muaj dhe pritet përfundimi i saj në dhjetor të vitit 2015. Me realizimin e këtij projekti do të sigurohen 200 litra shtesë në sekond, me çka do të zgjidhet ky problem i madh me të cilën ballafaqohet popullsia në Tetov.